Lideri i opozitës Ali Berisha shfryzoi një takim me strukturat e Partisë Demokratike në Bruksel për të denoncuar procesin elektoral të 11 majit. Sipas Berishës, në këtë zgjedhje Partia Socialiste mori 83 mandate, pasi nga njëra anë përdori burimet shtetërore, duke u dhënë bonus pensionistëve apo duke falur gjobat në prag të zgjedhjeve, e nga ana tjetër përdori bandat. Ditën e zgjedhjeve, një nga bashkëpunëtorët e mi i thot ambasadorit Bashkimit Evropian, ambasador thot në filan vend janë banditës s'po lanë me votue. Ambasadori kthej thot, po më sillen policë si bandit, po lërë banditin, po merr me policë po sillen si bandit. Dhe tha një të vërtetë ambasadori. Sipas Berishës, në Shqipëri është krijuar një makineri friksimi. Kjo makineri përbëhet nga vrasë serial. Përbëhet nga kartele droge që disponojnë miliarda. Janë vendimarrës kryesor. Emrojnë ministra, emrojnë drejtor. Berisha shfrytëzoi edhe takimet me figurat Partisë Popullore Evropiane në Bruksel për të sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për zgjedhjet në Shqipëri.